Përfaqësues të dy partive me më së shumti vota në zgjedhjet e 9 shkurtit janë deklaruar pro organizimit të zgjedhjeve të parakohshme në rast se nuk ka zgjidhje për konstituimin e legjislaturës së 9. Deputetja Mimoza Kusari Lila, e cila udhëhoqi grupin parlamentar të vetëvendosjes në mandatin e shkuar, tha se nëse as të dielën nuk zgjidhen kryetari dhe nënkryetarët e kuvendit, debati duhet bërë për zgjedhjet. Është e parapar edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, se 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, është e parapar që të konstituohet kuvendi. Ai 30 ditë është ditën e diel, me 27 prill. Apo nëse e shohim me ditë kalendarike, një pas një mund tjetë edhe nesër. Do të thotë se marsi ka pasur 31 ditë, prandaj kjo situatë nuk është se mundet të shkojë tërësisht në pafundësi, mund të sjellë në një rrethon krejtësisht tjetër, ku diskutimi i përbashkët me subjektet politike po afrohet gradualisht një datë tjetër e zgjedhjeve. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi është deklaruar pro zgjedhjeve të parakohshme në rast se vetëvendosja nuk heq dorë nga propozimi që Albulena Haxhiu të jetë kryeparlamentare, pavarësisht se 4 herë radhazi nuk i ka marrë votat e mjaftueshme. Ai ka thënë se zgjedhjet do të duhej të organizoheshin qysh në muajin e ardhshëm. Ose duhet me konstituu kuvendin, ose duhet me shku drejt një marrëveshje politike me shku në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk ka mundësi tjetër. Por zgjedhjeve duhet i paraprish shpërndarja e kuvendit, e bazuar në nenin 82 të Kushtetutës në kontekstin e tashëm politik. Shpërndarja mund të bëhet vetëm nëse për këtë votojnë 2/3 e të gjithë deputetëve, për të cilën vendimarrje nuk mjaftojnë votat e vetëvendosjes dhe të PD-k-s. Por edhe sikur të ishin 80 deputet, ky proces votimi nuk mund të realizohet para konstituimit, me që gjykata kushtetuese ka theksuar se kuvendi konsiderohet i konstituuar vetëm pasi ta zgjedh kryetarin dhe nënkryetarët.